Kryetari i LSDM-s opozitare Venko Filipçe propozon shkurtimin e ditëve të punës nga 5 në 4 ditë. Në këtë mënyrë, theksoi ai, njeriu vendoset para fitimit dhe qëllimi është jetë e dinjitetshme për punëtorët. Jemi bërë një komb me ciklin më të gjatë të punës, një komb që është më i mbi ngarkuari me punë, më i raskapituri dhe përballet me burnout masiv. Njerëzit punojnë përmes kontratave autoriale ose me të ashtu quajturin vetpunësim të rrem. Kjo është arsyeja pse nevojitet siguri dhe qëndrueshmëri e garantuar në vendin e punës. Pas një viti punë të përhershme, ne japim fund kontratave një mujore. Pas një maksimumi prej 12 muajsh, çdo angazhim i përkohshëm bëhet i përhershëm. Në masën shkurtim të javës së punës, Filipçe njoftoi se parashihen edhe propozime të tjera, si shkurtimi i orarit të punës për personat më të moshuar, personat me nevoja të veçanta, edhe ato që janë në proces rikuperimi, subvencione për të gjitha kompanitë të cilat do të testojnë javën e shkurtuar të punës dhe propozime të tjera. Me masat dhe politikat e reja të programit të partisë, Filipçe thotë se garantojnë rritje të pagave dhe 50% rritje të pensioneve. Nëse fitimet e një kompanie rriten, edhe pagat e punëtorit duhet të rriten. Shteti nuk do të jetë më vetëm një vëzhgues i heshtur, por një partner që shpërblen kompanitë e ndershme dhe ndëshkon ato që përfitojnë nga vuajtjet e të tjerëve. Shteti zvoglon pjesën e tij tatimore të kompanive që rrisin pagat, në vend që të shkojnë në buxhet, parat përfundojnë direkt tek punëtori. Këtë program bëri me DI synojnë që ta bëjnë program zyrtar të partisë pas kongresit të caktuar për më 7 qershor.